mendon. Sot është dita ndërkombëtare e njerëzve që nuk shikojnë. Është një ditë për të kujtuar se drita nuk është vetëm në sy, por është dhe në zemër. Flasim për 14.945 individ që nuk shikojnë ose që kanë vështirësi shikime, për 3.814 kujdestar dhe për 262 fëmijë që rriten me një forcë të jashtëzakonshme. Nuk është shikimi ai që na udhëheq si shoqëri, por mënyra se si e shohim njëri tjetrin, me respekt, me dinjitet, me mundësi. Unë kam vendosur sot t'ju lexoj Harry Potter dhe Guri filozofal. Por kishin edhe një të fshehtë dhe kishin frikë të madhe se mos u zbulonte kush. Aktualisht, qeveria mbështet me pagesa mujore të indeksuara çdo vit. Mbështetje për arsim deri në 200 e 300%, shëndetësi dhe shërbime sociale falas. Pension invaliditeti, kompensime për energjinë dhe telefonin e shumë lehtësira të tjera tatimore. Po punojmë për më shumë akses, për arsim cilësor, për punësi me dinjitet dhe pse jo një jetë totalisht të pavarur. Sepse kur Shqipëria shek me zemër, askush nuk mbetet në errësirë.